Të rujt, thot kisha laçit, thuaj të ruajt Zoti. Vetëm Zoti na ruan. Vetëm Zoti na mbron. Vetëm Allahu i lartësuar është ai që na ruan. Ud'uni astajib lakum, thot Zoti i gjithësisë, lutmuni mua të përgjigjem ju. Muslimani nuk duhet me ju lut gurit, drurit, njeriut, hoxhës, priftit, minares, xhamis, kryqit. Nuk na ruajnë këto. Ai që na ruan është vetëm Allahu i lartësuar, krijuesi i gjithësisë. O idha meridtu fa huwa yashfin. Dhe kur unë sëmurem, ai më shëron. Allahu i lartësuar tregon në Kur'an. Në një ajet tjetër Zoti i gjithësisë thot wa ma umiru illa liya'budu Allah. Dhe nuk u urdhëruan për diçka tjetër vetëm se që të adhurojnë Allahun. Duhet me adhuru vetëm Zotin, me ju lut vetëm Zotit. Kjo është ajo që na shpëton. Kjo është ajo që na e mundëson në botën tjetër me fitu lumturinë e përjetshme, xhenetin. Me adhuru Allahun e lartësuar një të vetëm, me besu të madhin Zot një të vetëm, me besuar dhe me pasuar profetin e fundit Muhammedin a.s. Vullën e profetëve për të cilin ka përgëzuar Jezusi Isa a.s. I cili ishte i dërguar rob i Zotit. Ka përgëzuar për ardhjen e Muhammedit a.s. Me këtë besim, pra duke besu, duke adhuru Allahun e lartësuar një të vetëm, duke besuar dhe pasuar profetin Muhammed, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të, njeriu fiton lumturinë e përjetshme, fiton xhenetin e Allahut lartësuar.